Një debat i fortë dhe mjaft i tensionuar ka shpërthyer brenda shtëpisë mes Albës dhe Dolces, duke e vënë edhe një herë në qendër të vëmendjes raportin e ndërlikuar mes tyre dhe Limit, i cili duket se mbetet pika kryesore e përplasjes. Situata degradoi shpejt nga një diskutim i zakonshëm në akuza të drejtpërdrejta dhe tone të ashpra, që nuk kaluan pa u vënë re as nga banorët e tjerë dhe as nga publiku jashtë shtëpisë. Gjatë debatit, Dolce u shpreh e revoltuar, duke mohuar kategorikisht se ka folur keq për ndonjë banor tjetër dhe duke i drejtuar Albës fjalë tepër të rënda. Për asnjë banor nuk kam folur keq në këtë shtëpi. Ty inshallah Zoti të ndihmon, je shumë gënjeshtare, deklaroi ajo me ton të prerë, duke lënë të kuptohet se ndihet e padrejtësuar dhe e sulmuar nga akuzat e Albës. Nga ana tjetër, Alba zgjodhi të përgjigjet me qetësi relative, por me një mesazh të fortë nën-tekstual. Zoti, të gjitha gjërat i sjell në vendin e vet, u shpreh ajo, duke sugjeruar se e vërteta do të dalë në pa dhe se çdo veprim do të ketë pasojat e veta. Kjo përgjigje vetëm sa shtoi më shumë tensioni mes dy banoreve, duke e bërë situatën edhe më të nxehtë. Ndërkohë, Limi u gjen në një pozitë të vështirë, i vendosur mes dy vajzave, ndërsa heshtja dhe qëndrimi i tij u interpretuan në mënyra të ndryshme nga banorët dhe ndjekësit e formatit. Debati mes Albës dhe Dolces ka rihapur diskutimet mbi marrëdhëniet, xhelozitë dhe keqkuptimet që po mbizotërojnë në shtëpi, duke e kthyer këtë përplasje në një nga momentet më të komentuara të ditëve të fundit. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.